Mes gjelbërimit dhe tokës pjellore të fshatit Ardhi në Belsh, qendra e resurseve gjenetike është kthyer në një thesar të gjallë të bujqësisë shqiptare. Në drejtimin e profesor Fetaj Elezi, kjo qendër ruan me fanatizëm farat autoktone dhe traditën e kultivimit shqiptar. Gjatë vizitës sonë, profesori na prezantoi me 10 varietete dritrash, nga gruri, elbi dhe thekra, deri te okra e kultura të tjera tradicionale që prej vitesh kultivohen në tokat shqiptare. Çdo parcel mbart historinë e saj, ndërsa çdo far ruan vlera dhe identitetin e bujqësisë së dikurshme. Më tej vizita vijoi në parcelat me perime të shumëllojshme. Profesori theksoi se misioni kryesor është ruajtja, shtimi dhe përhapja e farave autoktone, të cilat përbëjnë një pasuri të çmuar kombëtare. Në një kohë kur shumë varietete tradicionale rrezikojnë të zhduken, kjo qendër në Ardhi mbetet një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për tokën, bujqësinë dhe trashëgiminë shqiptare. Të nderuar teleshikues, sot ne kemi ardhur në qendrën eksperimentale të shoqatës së resurseve gjenetike në fshatin Ardhi, me drejtues profesor Fetaj Elezi, ku do të njohim teleshikuesit me varietetet me qendrën eksperimentale që ka ndërtuar profesori. Atëherë, këtu jemi me profesorin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Atëherë ne e planifikuam që të vinim për të njohur teleshikuesit me varietetet, llojet me qendrën eksperimentale që keni ndërtuar ju këtu me mund dhe me djerës, domethënë me qëllim që ata të dinë për këto lloj problemesh. Së pari, ju falenderoj që keni ardhur sot për vizituar bazën eksperimentale të qendrës tonë. Falënderim veçantë për Belsh TV-n, i cili i kushton një vëmendje veçantë angazhimit të punonjësve të zonës tonë në fushën e bujqësisë. Ne kemi zgjedhur të merremi me njohjen, ruajtjen, shumëzimin, vlerësimin e varieteteve autoktone, varietete tradicionale, por njëkohësisht edhe me testimin, vlerësimin e specieve dhe varieteteve të reja. Ne këtu në kohë të ndryshme, vite, merremi edhe me shumëzimin, me përhapjen e këtyre varieteteve, qoftë far dhe fidan, sigurisht në mënyrë të kufizuar, por mendojmë se shumë e rëndësishme edhe puna që bëjmë për njohjen e fermerëve dhe trajnimin e tyre, ndihmën e mbështetjen me konsulencë, sigurisht aq sa është e mundur që ata t'i njohin e t'i përdorin. Duhet të theksoj se me vlerë shumë të veçantë mendoj ka qenë vizita e her pashershme e nxënësve maturant të gjimnazit Sami Frashit Belshit, por dhe vizita që bëjnë në fushët eksperimentale fermerë të zonës, por dhe mëtej, dhe bashkëpunimi që kemi pas me qendrën shumë të mirë, me qendrën e transferimit teknologjive bujqësore Lushnjë, sigurisht edhe me vizitat studimore dhe demonstrative që kemi bërë për studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Atëherë, profesor, të vem më konkretisht, do më t'i marrim me radhë, filloj me drithrat. Kjo është fusha eksperimentale e koleksionit të drithrave që janë kultivuar dhe që ruhen në bankë gjenetike të Shqipërisë. Kemi një varietet të gruri, zhulica e bardhë, të cilët e kemi eksploruar në zonën e Leskovikut, nga kolegu Thoma Joti, është zhulica e bardhë. Ka qenë mbjell kjo? Ka qenë mbjell para viteve 60 në Shqipëri, edhe sigurisht kishte të mirat, po dhe manësit e veta. Ky është kultivari grurit Dajti, që njihet dhe përdorur gjërësisht për 30 vjet në gjithë Shqipërinë, e ruajmë edhe për demonstrim. Ky quhet elbi polistik, domethënë elbi me shumë rreshta, që janë për demonstrim, edhe për të njohur sigurisht fermerët, por në kultivohet, sasi të kufizuar, por kultivohet. Kryesisht jo për ushqim për blektorinë.
Ky është thelbi distik, në të kaluarën kultivuar gjërësisht në Shqipëri për prodhimin e majasë së birrës, aktualisht fatkeqësisht në kultivohet. Kjo është tërshëra e kuqe tradicionale e cila në mënyrë të kufizuar kultivohet dhe e ruajmë varieteti këmishta i cili ruhen këto edhe në bankën gjenetike të Shqipërisë. Ky është thekra, sekale cereale, e kjo është me origjinë varietet tradicional, e kanë emërtuar në të kaluar shkencëtar i vendit Voskopoja. Këtu kemi një tritikale, të cilët janë kombinimi i grurit me sekalet, kanë hyrë nga importi shumë të vitet parë me thekrën, edhe ruhet në bankë edhe her pas here për demonstrim edhe për shumëzim fare. Si që shikoni, ky është Triticum turgidum, një nga speciet që është kultivuar në të kaluarën, por me qenë se kishim mbi 5 vite pa e shumëzuar, si shikoni, shumë pak kanë birë, na është dash të rigenerojnë. Ky ka rendiment mirë, profesor, se ka vlerën e pashkët mirë. Ka, dhe po, ka veçanërisht vlerë gjenetike. Edhe kjo një specie, po ju kujtohet që ne e studiojmë, edhe është Triticum vulgare, dhe aty kishim së shnuar, ai është prodhuar në vitin 2020, fara, si shikoni, kurse ja, sa ndryshim, tritikale në 2022. Po, to besoj japin rendiment. Japin dhe kultivohen në vendet e ftohta, sidomos në Poloni e vendet tjera. Përdorë për dekorim? Për drita dhe për drita. Ky është po gruri dajti, po si shikoni është fara prodhimi i vitit 2022. 2022, po. Edhe janë ndryshimi, po dajti fara e prodhimit të vitit 2025. Me qenë se vazhdojmë, janë gjithashtu specie e varietetet ndryshme, por unë dëshiroj që t'ju tregoj po për speciet e dritave që kanë një rëndësi veçanërisht për qendrat kërkimore shkencore të vendit, por dhe për të njohur me këtu është përsëri një koleksion i vogël i varieteteve me të cilët kemi bashkëpunuar. Këtu janë 2 varietete gruri të krijuara nga Instituti i Gjenetikës, nga Universiteti i Prishtinës, nga kolegu profesor Shukri Fetau, me të cilën kemi pas bashkëpunim të ngushtë. Ata po mundohen ta përhapin në Kosovë, sepse varietetet e tyre janë kryesisht fara me varietetet huaja, edhe po përpiqen të bëjnë vend. Në kushtet tona, si shikoni, janë me trup të shkurtër, nuk besoj se shumë e përshtatshme për zonën e ulë, por ne kemi kultivuar zonën e Korçës, në parë nga enti farave dhe nga banka gjenetike. Edhe i kemi parashërë të Austria, është me origjinë austriake? Tu është kemi bashkëpunim nga Austria dhe po tentojmë për të studiuar, nuk kanë hyrë në sasi shumë të kufizuar në Shqipëri dhe ne kemi marrë farën dhe po e shikojmë konkretisht se çfarë është. Si që shikoni, ka goxha diferencë, por besoj për zonën e ftohtë do të jetë shumë. Kjo ka qenë një specie shumë tradicionale, sidomos zonat malore të Shqipërisë shumë herët, për shumë kohë, e shequr në vitet 60, okra. Populli të moshuarit këtë majnë mend, okra në tokat e varfra, edhe ky është një kultivar i grurit të fortë, është krijuar në vitet 70 nga Instituti i Lushnjës, edhe për demonstruar e për ta njohur e mbaj dhe e mbjellim. Këtu është një bamje e varieteti i cili thërritet oblika, është kultivuar prej kohësh. Si që shikoni, ka mbjell është prodhimi fara e jona, 24, por ka mbjellet mirë se me fara mbjellet mirë se kanë të vështirë bamjet për të mbjellet. Po, si që shikoni, normalisht, apo jo, ka 4 vesha, nuk të mirë dhimë se. Kjo është një fasule e përhapur, fasule e bardhë, kryesisht në zonën e Shqipërisë mesme, cilën
e kemi studiuar, kemi bërë gjenetike dhe për të shtuar fara të kësaj. Tani le të shikojmë edhe themi ke koleksioni. Për këto grurat, për varietetet për llojet. Ju i keni këtu ke qendrë eksperimentale. Ruajmë dhe ke banga e fara. Pasi korni, runi i pjesë se gjithë nuk ruhet ke banga, apo jo? Do të runi gjithë, domethënë këto. Keni shpërndar diku në kjo, ose janë interesuar fermerët për të bënë një provë në për këto, megjithëse dritrat përgjithësi po bie sipërfaqja. Vitet e fundit. Ka rënë sipërfaqja sepse nuk ka pas interes. Ka rënë interesi. Tani këtu është fusha e eksperimentimit të domates. Kjo është dhe fusha më e rëndësishme e qendrës tonë këtu në këtë bazë për këtë vit. Kemi 2 fusha eksperimentale. E para, si shikojmë, ka 12 varietete tradicionale të domates të vendit tonë për t'i rigjeneruar pra dhe për shumëzuar farën. Njëkohësisht, këtu kemi 22 varietete domate, kryesisht me origjinë të huaj, për demonstrim, për t'i njohur. Kemi këtu nga gjitha format, do t'i shpresoj që të vini të vizitoni edhe kur t'jenë të pjekura, të gjitha format dhe të gjitha ngjyrat. Ai varieteti që ka marrën është domate ornamentale, zbukuruse. Patjetër. Këtu siç shikoni, 2 rreshta, pra i gjithë ky me 22 varietete, është koleksioni i për qëllime demonstrimi, nëse më shumë se sa edhe për fermerët, por dhe për agroturizmit, kemi menduar për t'i demonstruar, do t'i ftojmë disa herë, që për ato që ata mendojnë, që u interesojnë, që t'ju vlejnë, do t'ju japim falas t'i provojnë, dhe pastaj ata mund të bëjnë kontratë, mund lidhin kontratë me fermerë, të prodhohet ajo që dëshiron. Po kjo domate profesor e venit është apo është e huaj kjo? E huaj, varietetet huaj. Varieteti huaj. Pra, si thash që këtë tabela, do të shikojmë, janë 22 varietetet huaja dhe e kam menduar që i gjithë qëllimi është për demonstrim. Si mjeti ke mjellë për herë të parë këto varietetet huaja? 10 i kam pas dhe më parë. Ku i ke marrë? Nga donatorët ndryshëm. Edhe vetë jashtë, edhe nga donatorë, e kanë sjellë. Duke sa e që më ke thonë mu, është nga kjo këtu. Apo jo, apo kam gabim. Është zezë kjo. Kjo është zezë dhe natuli mrena jo. Kjo është pra fusha në, si që shikoni, në një çdo variant, është në 2 rreshta, dhe këtu janë 3 varietete nga 2 rreshta. Pra kjo është fusha e shumëzimit dhe demonstrimit të varieteteve të ndryshme domates, që edhe këto lloj ne duhet i njohim, që i përdorë me sukses bota, dhe t'i përhapim, t'i shërbejmë sa t'jetë e mundur agroturizmi. Kurse këtu janë 12 varietete tradicionale të Shqipërisë, duke filluar nga zemërkau, sanjollase, sereke, e të gjitha, domatet e vogla, qerri e shalës, gjithashtu dhe krijimet të institutit perimeve, si që shikoni, besoj gjendja e deri tanishme është e mirë, megjithëse në kushte pra për të regjur në mendjen shikoni, dhe pra këtu është thjesht koleksioni me i varieteteve autoktone. Këte në vazhdim kemi, ky është speci, ai bardhi i vendit tradicional, laknasi, është thjesht në 4 rreshta, pra ne me këtë rast rigjenerojmë faren, edhe prodhojmë sigurisht për konsum, se me kaq nuk ka vend për treg, edhe rigjenerojmë faren. Njerë në 3-4 vjetë duhet ta 4 vjetë ta rigjenerojmë. Më lartë është speci kapi. Si që shikoni 4 rreshta, edhe speci kapi. Gjendje që ka shumë e mirë. Gjendje shumë vështore. Një gjë që unë e mendoj që ka interes për demonstrim, se ka mbjellë dhe poshtë, si shumë shikoni,
Në fakt, domethënë, neve edhe kur mbjellim pallixhanën, domethënë si fermerë, e mbjellim, zhvillohet, jep. Unë kam parë në internet që ato i heqin këto shetulloret këtu. Po. Misjer. Sot ashtu e ka bëhet kultivimi. Aha. Parë nuk e heqin. Nuk e heqin. Po. Edhe bamë e bile. Qa periude i keni mjellë profesor këto? I kam në fillim prillit këtu. Në prillit. Në zhvillu goxha ato. Do të tregoj një gjë që e kam thjesht, si shikoni, të gjitha këto janë për demonstrim, edhe sigurisht dhe për të rinjur fare. Ja, po ashtu, kjo është mashurk e vendit. Unë e kam gjetë këtu para 70 vjetësh në këtë zonë. Edhe këtë përdorin me sukses, është jashtëzakonisht e mirë fruti, si vjetë për herë të parë, se kam 3 vite që e mbjelli në fund tetorit, por si vjetë për herë të parë u dëmtu në janar, në radhë një janar e nga dëmtua në fushë. Edhe e mbollën shpejt, dhe si që shikoni, por i merret edhe kokra, edhe në kokra përdoret saj, edhe është jashtë bizele shumë e mirë, shumë e vlefshme. Edhe një gjë tjetër. Po. Si shikoni, kjo është luledielli, por është zbukuruese. Shikojeni. Se djerë shumë... Djerë lastar. Lastar. A nuk duhet t'i kemi Nuk rritë me jakës. A nuk duhet t'i kemi ne, pse mos t'i kemi ne koleksionet gjenetike, atë që duan. Edhe këtë, edhe atë, ja dhe tjetra, ati është lulediella qerma. Unë i kam mbjellë që për të janë. Edhe ky është një varietet, janë të dy, edhe lartë, edhe ky varietet me origjinë. Ky quhet Juvel, gjerman, varietet patate e verdhë, shumë e mirë, është për gati për shkullur. Edhe ju besoj unë dhe ju falenderoj që vini, filmoni dhe do ta jepni, sepse në zonën tonë e ka mundësit që çdo fermer t'i mbjelli nga pak gjitha. Po pra tiketat janë kopshin e vetë atje. Të gjitha bëhen në zonën tonë. Po. Këtu jemi në koleksionin e bimëve, e specieve kryesore të bimëve bishtajore që kanë qenë kultivuar në Shqipëri shumë të kaluarën, sidomos në zonat e larta, malore, por fatkeqësisht tashin në sipërfaqe të kufizuara. Si shikoni, ne i përdorim tani këto për të rigeneruar dhe shumëzuar farën, por edhe për qëllim demonstrimi. Mendoj është shumë e vlefshme për të rinjt t'i shohin, t'i njohin. T'i njohin se po humin. Sigurisht tash ata mësojnë shumë nëpërmjet internetit, po besoj edhe vizita këtu është e pazvendësueshme. Po praktike, duke e parë. Shikoni buxhaku, urovi, këto përdoreshin shumë të kaluara për baktit, koçkulla, në zonën e Korçë, Gram, Skrapar, gjërësisht ka lehtë të përdoresh në kuzhinë, koçkulla. Bënin gatime të ndryshme me koçkulla. Pra ku ishin të njoma, domethënë. Po. Të njoma dhe të fata, i përdorin. Të njoma sidomos. Kjo është qiqra. Që thonë ata qiqrën hell. Besoj që është më e njohur, por pak e kultivuar. E njohin, e dëshirojnë. Po edhe për njohin brezët e vjetër, brezët e ri, fatkeqësisht industria ushqimore e përdorur gjërësisht qiqrën, por me sa jam ndjeni, po thujse tërësisht nga importi. Ja dhe thjerza, që është mjaft e vlefshme, sidomos edhe në disa vende më shumë përdorin thjerzën në vend fasulës. Për gatime. Për gatime. Ja dhe bima interesante. E linit. E linum usitatisum, është përdorur gjërësisht në Shqipëri. Një familje me kanabis do tjetë, ha? Një familje, ja. Edhe nga ngjyra afrojnë. Nga zhvillimi, jo. Fatkeqësisht, jo, sigurisht. Edhe nga boqet. Ka kësel, trashe, ka bishtaje, ka gjëra tjera. Po janë një familje. Të gjitha këto janë kultivuar gjërësisht në të kaluarën në Shqipëri, në zonën malore dhe zonën e ullë. Më pak është e njohur kjo, por
Pas viteve 60, Lupin. është përdorur. Lupini është bimbi shtajore mjaft e vlefshme, veçanërisht për klerimin e tokave. Është shumë e mirë. Ky është Lupinus alba. Kem pas golem Edhe ka- duket po, ato. po. Janë disa specie të ndryshme të perimeve, por me varietetet që janë në përgjithshëm. Siç shikoni, është kungulli, ai kungulli i madh i bardh stamulli. Po. Ky është ai kungulli i gjistër zgjatur. Gjellë, ne që përdoret sot. Këtu është i varietet i perime i pjeprit qarës, edhe disa bimë të shalqinit. Po. E, Kjo lagra Kjo është lagre kuqe. Sigurisht me origjinë është e ujë, por është mjaft e pëlqyeshme në treg. Ka filluar të kërkohet shumë. to e ke mbjell me kutan apo e ke mbjell kështu me arabaxhike që quhen në ato kokë. Në kokë, në qepull. Me qepull. I ka ralluar. Brokoli është italiane, por është mjaft e këshillueshme, lagra sidomos. Tash do e prodhoj vetë farën. Farën, po. Kam ruajtur për prodhimin e farës. Kjo është e mbjellja e vjeç, aty kam mbjell 3 me 5. Kurse kjo është specie e re që kam futur për herë të parë. Pepino quhet. Kjo nxjerr, shikoni ka nxjerr lulën. 2-3 muaj kanë nxjerrë dhe formon një frut. Po. Si punë e fegjoj, ato të shikojnë. E do ta shtoj. Ta shohim vetë ne, se kemi parë pastaj tjerë. Po. Ky është një nisër që unë kam po e ruaj, aty po e ruaj në koleksionin tonë. Ky është sheqeror, është plotësisht i ëmbël. Këtu e kemi për prodhimin e farës, pazia. Është një Unë spinaq. spinaqit, është në të njëjtën familje me spinaqin, por e kemi ka pasur 3 rreshta, por për prodhimin e farës. Pra, është siguria tek prodhimi i farës. Ja dhe Sulova 2025. E që ka më i rritur. Përsëri këtu banjen, kurse kjo është vinja. Besoj jo, si aty po ka bishtajin e gjatë kaq. Vinja me bishtaj të gjatë. Ka qenë kultivuar Janë kjo dy për rreshta, po, përpara? në aty ato fermat e Fermat Tiranës. Edhe këte rigoni, që është gjërësisht në dumre i përhatur, por për qëllim, apo jo, ai që vjen këtu, të shofi se është rigoni që e fanë. Edhe kjo është, si që shikoni, selinoni është një bimë mjaft e vlefshme, perimore. Edhe se kjo është një fasule e zezë, e kam vjen, e kam marrë nga jashtë. Ka kokët e zeza. E ka zezë, blen zezë. Këtë gjoja shqiptore, ja, është po përhapet gjërësisht, ka një frut me shumë vlera dhe ne po tentojmë ta përhapim sigurisht në aq sa është e mundur. Lule shtrydhja, po si shikoni, është kryesisht ajo e malit dhe aty kemi mjedrën, që edhe kjo po tentohet të përhapet, veçanërisht në zonat e larta, ajo gjen kushte mjaft përshtatshme. Këtu kanë ndjell dy rrajnë edhe fiq të zonës, edhe për t'i parë, po sigurisht edhe për t'i shijuar kur vijnë vizitorët. Kjo është boronica e egër e fyllit, si shikoni. Janë mbjell, thjesht janë mbjell, edhe besoj. Ato janë kështu, ka ashtu frutat. Këtu shikoj si ka mbulur këto që vjetë një minutë. Që e lule shtrydhen? E ke gati atë, në vjetë. Ja, mënyrat. Pra, ata që do vinë për vizit, edhe të shikojnë, edhe të njohin, po dhe të mëstojnë si shtohen, edhe fundet marrin e i varë. Po kjo vëjtime. Me shumë vlerësime, makthi. Gjenet në malin e Taraboshit në Shkodër, edhe Një eksportohet. vit kanë mbjell në Kajan, sa Tiranës, Edhe Krisën, po. 3 hektar.
Ashtu, Po. Edhe përpunonin për vaj në Tiranë. Nuk e di tani vazhdojnë apo jo, po kishim atë toka me qira. Edhe kam qenë unë se me morën për mënyrën e mjelljes. U detyrova të shpetoj për këtë, se nuk e njife si bi. Po, shtetësi e rallë, e kam kanalin e Taraboshit e Grumullonin edhe Kultivonin e Fexoja. Ja dhe unë të ashu dhe këte angjinari, është gjë e bukur, e kam dhe atje. E di për që përdorin shumë në Tiranë këtë të kaluarën para 90-s. Përdorin për ashtu djafin. Për djafin. Për zëndjafin. Si punë majaje. Ajo, Goxhiberi, mushmulla, Goxhiberi, mushmulla, e lloje kumulli i vendit, ftoj të vendit, edhe gjithë kjo pjesa është Goxhiberi. Edhe kjo ka qurë raj, apo jo? Po, ka plota. Qota raj. Plota, po kjo kush dëshiron në vjesht. Po, vjen merë. Vjen ti marri se s'kushton. Lulet e kjo shumë e bukur. Ja shikoj frutat e Fexoja. Fexoja quhet. Shikoj se është shumë interesant. Edhe duhet ta shukësh, duhet ta bërë. Unë kam një raj. S'kesh paktën 2-3 raj në shtëpi. Kam një tek raj. Ja, Fexoja, që amet meri manga si jetë është qëtë, se di s'ka qenë, po... Ky është panxari kuq, shikoj e zhjelë, këtu. Edhe këto kanë, se rinon për aty se, shikoj e sa, shikoj. Kjo më bivë mu. Kjo lartësia. Qa lartësia ka? Ngrije lartë dhe ngrije. Në 2 metra. Po, mbi 2 metra. 2 metra. Ju keni një fushë eksperimentale të ndërtuar me kujdes. Edhe do të marrë fara si të venit dhe të jashme. Natyrisht këto janë genetikisht të studiora. Kujt do të shërbej gjithë kjo lloj pune? Kush është qëllimi? Se s'do t'jetë qëllim vetë që po bëjnë të fushë eksperimentale dhe po shohin. Shumë vend pyetja, qëllimi i ngritjes dhe i funksionimit kësaj baze eksperimentale është që ne të krijojmë të gjitha mundësitë që në radhë të parë varietetet tradicionale të njihen, të shumëzohen dhe sa është e mundur të shpërndahen në formën e farës ose të fidanit për fermerët që kanë interes, por edhe në shërbim të agroturizmit. Sikur se dihet në zona e Dumres, pra zona e Belshit, ka një zhvillim të shpejt e të vrrullshëm të turizmit në përgjithësi dhe mendoj se ka kushte të jashtëzakonshme të përshtatshme për zhvillimin e agroturizmit. Edhe baza e ushqimit në agroturizme duhet jetë përdorimi i specieve, varieteteve tradicionale, sigurisht edhe tjera të reja. Së dyti, ne mendojmë që është me shumë interes, sidomos në këtë fazë, të largimit shumë të rinjve në emigracion, për atë pjesë që është këtu, ne të ndikojmë sa të jetë e mundur që t'i njohin vlerat e tyre, të njohin kultivimin dhe qëllimi i parë e midgjithë është që të krijojë mundësinë që secili në shtëpinë e vet, në baçën e vet, të fillojë të kultivojë. Ata që vizitojnë këtë qendër, këtë bazë, ne do t'ju japim në paketë të vogël, japim me farat dhe sigurisht sipas mundësisë dhe me fidana. Për dhe e fundit, dhe që është besoj shumë e rëndësishme, bashkëpunimi me institucionet arsimore, që është jo vetëm të shkollave të larta, të universitetit bujqësor, por dhe me gjimnazet dhe shkollat e tjera të mesme, është shumë i rëndësishëm ta shfrytëzojnë. E fundit, kthehem tek fillimi i pyetjes tuaj, nëse këto nuk përhapen, pra nuk e shërbejnë njerëzve, sigurisht janë vetëm pa vlerë. Në emër tim personal, edhe në emër të Belish TV, ju falenderoj për këtë punë të madhe që keni bërë. Ju falenderit juve
për këtë vlerësim që i bëni bujqësisë në përgjithësi, Belsh TV, por, e thash dhe në fillim, por edhe qendrës tonë. Ju faleminderit dhe miraqi sa herë ta gjykoni të arsyeshme. Dhe faleminderit. Të nderuar teleshikues, siç e ndojtët, ne sot ishim në bazën eksperimentale të shoqatës së resurseve gjenetike në Ardhi me drejtues profesor Feta Elezin, ku njohëm me varietetet dhe lloje të ndryshme të cilat janë kultivuar, të cilat do të shërbejnë fermerëve dhe të rive të zonës. Atëherë faleminderit për vëmendjen dhe miru takoshim në emisionin e ardhshëm.